Ja për parë se tash apo fisë vonë në një person. Jo, po flas edhe sepse jam edhe grup. Jo, që kam arsye me besu që mundet me konë edhe një luftë barazin gjinore. Por ne është i paleqëm. Por ne i paleqëm. Prandaj, me gjithë respektin për prokurorin, ne kërkojmë nga që tani Rajsallën, në mënyrë që të mund ta vazhdoj Këshilli punën e vet. Tash me qenë se nuk është randite, më po thon propozoj shkarkimin tuaj prej apozitës antore. Me që po thoj kam mirë arbitrore, pa asnjë procedurë. U shkarkuni antori i Këshillit që propozimi janë konkret, nuk është randite. Sot po tërhiqem nga Këshilli për të mos u kthyer as në mbledhjen e radhës, nëse ne do të vazhdojmë me tonacione, nëse ne do të vazhdojmë me emocione, nëse ne do të vazhdojmë të gjuajmë gur tek njëri tjetri. Se do të mos përgjigjë secili për veprimet e tij paleqme. Thërrni mendjes, ndërprejeni, i caktojmë procedurat disiplinore, presim vendimin e gjykatës. Nderuar Kristus, nderuar anëtar të Këshillit Prokurorial. Mirë se keni ardhur takimin 279 të Këshillit Prokurorit të Kosovës. Jemi fillimisht të konstatoj kërëmin, konstatojmë që jemi prezent 10 anëtarë. Se pjesëmarrja ime sot lidhet vetëm me kushtrimin e kompetencës së anëtarit ex officio, ashtu siç përcaktohet me ligjin për prokurorin e shtetit dhe me ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe dispozitave kalimtare të këtij ligji. Prononcimi sepse është hera e parë dhe tash duhet me qenë agenda. Ne tash flasëm rand. Nuk lejohet, saktë, duhet të respektojmë procedurat. Ne e qesim keni me pas kohë me diskutuar dhe këtë çështje që vëllai. E qes rendin e ditës. Ja. Ja disa çështje ligjore këtu. Nuk lejohet këtu para më fol. Jo, lutem. Do të lejon edhe Duhet edhe respektu. Kryesues, para se të shkojmë në rendin e ditës, janë disa çështje procedurale ligjore të cilat do të kemi në vëmendje të gjithë. Por ne është i paleqëm. Por ne i paleqëm. Prandaj, me gjithë respektin për prokurorin, ne kërkojmë nga që tani Rajsallën, në mënyrë që të mund ta vazhdoj Këshilli punën e vet. Për më tepër se kaq, ju kryesues, gjithë anëtarët, jeni njoftuar nga ushtruesi i detyrës kryeprokurorit të shtetit zoti Besim Gelmendi, që i njëjti është duke i ndjek rrugë ligjore, përveç me padi në departamentin administrativ edhe me ankesë në gjykatën supreme të Kosovës. Neve na ka dërguar njoftimin edhe juve të kësaj ankese, të cilën e ka dërguar në gjykatë supreme, dhe ju besoj e dini ligjin gjithë, dhe gjithë duhet ta dini ligjin këtu. Sepse ankesa në gjykatë supreme ka karakter suspenziv, e shtyn ekzekutimin e një vendimi, edhe pse i paleqëm. Prandaj, keni parasysh, sepse jemi në një situatë juridike, kur ushtruesi i detyrës ka dërguar ankesë në gjykatën supreme, dhe ankesa ndaj vendimit të Këshillit ka efekt suspenziv, çka do të thotë që i njëjti është në mënyrë të lehtëshme si ushtruesi i detyrës i kryeprokurorit. Prandaj, kërkoj nga ju që t'i merrni masat dhe mos bani shkelje të tjera, në mënyrë që mos ta sfidojmë edhe prokurorin e nderuar zotin Çavalaj në situatë pa këndshme e di që është këtë. Po këtë situatë keni kriju jo ai. Prandaj ta lirojmë atë në mënyrë që ne të mund të vazhdojmë sepse kemi procedura disiplinore. Sepse Këshilli aktualisht ka 11 anëtar të zgjedhur. Po vetë do kisha lut, mos lëshon debat. Do të lëshojmë para rendit. Jo, absolutisht do këtë ditë. Sepse ne duhet presim një vendim të gjykatës. Nuk do të qëndroj këtu për këtë rend. Nuk mund të konstatosh në këtë mënyrë. Prandaj duhet të konstatoj para se me shku. A ka randi për propozimin për shkarkimin e zotit Gelmendi? Po Allah propozimi. Tash me qenë se nuk është randite, më po thon propozoj shkarkimin tuaj prej apozitës antore. Me që po thoj kam mirë arbitrore, pa asnjë procedurë. U shkarkuni antori i Këshillit që propozimi janë konkret, nuk është randite, ekuivalent me ato që e ka bën Zavenca në takimin e kaluar, pa procedurë, pa kurrë, propozimi jam është shkarkimi yt nga apozita antorit të Këshillit. Antorit të Këshillit.
Dhe automatikisht vjen edhe për kryesuesit. Që propozim, me qenë se na bo hajgërezhi në takimet këshillit, po bojnë propozime që është na teket, na vinë në rrë. Unë e kisha përku prej kolegët, prokurorit nderuar, jeni një person për momentin pa autorizuar, ju lutem të rënë në takimin e këshillit, vazhdojmë procedura të tjera. Qëndrimi yt në sallë, për më tej na pa mundson me vazhdu tutje anëtarë tjerë të këshillit. Kjo proces ka marrë një rrugë gjyqësore, janë 2 procese, dhe në gjykatën supreme ka shku sot, dhe me automatizëm në ankesën e gjykatës supreme ka pasojë pezullimin e çdo veprimi tjetër. Prandaj ju lutem, me qenë se jemi bon atë për propozojmë gjithçka, propozimi jam është të shkarkohet kryesuesi. Prandaj unë kisha thonë që derisa gjykata ta vendos, ne mund vazhdojmë si këshill sepse s'kemi probleme kurum, mirë po pa prezencën e zotëqare. Ju falenderoj. Ky këshill e ka hu kredibilitetin me vazhdu normalisht punën. Për shkak të udhëheqjes juaj jashtëzakonisht primitive dhe të paleqme. Andaj keni parasysh se do të mos përgjigjet secili për veprimet e tij paleqme. Dherni mendjes, ndërprejeni, i caktojmë procedurat disiplinore, presim vendimin e gjykatës. Nderuar kryesues, nderuar anëtarë të këshillit prokurorial. Është mirë me kryu hapësirë sepse mandej në media po detyrohemi me dalë individualisht, përderisa kjo është observim edhe hapësira, kështu si po sillni është e papranueshme. Derisa kemi një person, unë e luta shumë sinqerisht prokurorin me largu vësallës, por jo vazhdoni me veprimet. Konstatohet për proces verbal. Sot po tërhiqem nga këshilli për të mos u kthyer as në mbledhjen e radhës, nëse ne do të vazhdojmë me tonacione, nëse ne do të vazhdojmë me emocione, nëse ne do të vazhdojmë të gjuajmë gur tek njëri tjetrin. Unë nëse sot tërhiqem edhe në mbledhjet e radhës, përjashtimisht mund të vinë në mbledhjet ku kërkohet të zbatohet parimi i ligjshmërisë, rrjedhimisht afatet procedurale e që mos psojnë prokurorët për shkak tonë. Kjo çështje se ne dëshirojmë të rrim apo nuk dëshirojmë të rrim këtu në sallë, po që besoj që duhet të rrim, sepse kemi obligim ligjor, ashtu siç thotë ligji. Unë do të kisha kërku me mirësjellje, me kolegialitetin nëse aq ka mbet në mesin tonë, të ktheheni në sallën e takimit dhe të diskutojmë për çështjet cilat i kemi edhe një herë po e ritheksoj, mos të humbim afate siç ka ndodhur me rastin e mëhershëm dhe dikush të shkojë në përgjithësi. Unë veç po e them këtë tërheqjen e kam mësuar pe juve pikërisht. Në rastin e kryeprokurorit Prizrenit, po të si model kur ju personalisht jeni tërheq nga salla atë për ta pamundsuar koronin. Megjithatë, ja po pse po arsitoj unë. Bëhet fjalë për vendimin e tij për të kthyer prokurori speciale, kur ju bashkë me 6 anëtarë tjerë na keni pamundsuar këto marrjen e vendimit. Megjithatë, nderuar kryesues, ato që i lexoj zëvend kryesuesja, unë po i marr si rikujtim, nuk po i marr as si kërcënim, as si presion për punën time në këshill, po veç po i marr si rikujtim për të rilexuar unë. Unë po e them pse po largohem dhe po ta them që kërkova gabimin. Po, unë studentët të mi që 10 vite i rrëzoj nëse efektin suspenziv të ankesës nuk e sqarojnë. I rrëzoj për provimit. Nëse studenti nuk ma thot e shtyn ekzekutimin e vendimit. E unë sot, personalisht para tyre, që nuk janë me qindra e në me mija, të rritë qëndrej, ku një vendim është atakuar me një ankesë dhe efekti suspenzive. Dhe me ligjin për procedurën e përgjithshme administrative në cilin e thirrë vendimin paraprak. Dhe me ligjin për përgjithësinë disiplinore gjyqtare të prokurorëve, është jashtëzakonisht i qartë. Nuk po flasim këtu për individin, po flasim për aktin. Akti tu ka ataku sa po të erdhë dhe në email zyrtare me qashë i elshej. Prandaj, ato që u lexuan po i marr si rikujtim, nuk po i marr si presion. Kryesues, mundcoma punën, mundcoma angazhimin tim si këshill prokurorial, mundcoma që unë mos dal para studentëve të mi, që nesër në efekt suspenziv dhe në efekt devolutiv ti kalojnë provim, por realisht ato që e kam mësuar prej meje të them që dhoni së dëmbroj. Jo në këshillin prokurorial, po kudo që unë e përfaqësoj edhe institucionin për nga vit. Se nëse është kjo ajo që po kërkoni që unë të dalë prej takimit, qartë e shpjegon ky ligj.
Më tutje, thashë edhe njerë i lutën, ju dëshiroj diskutime të përvajtësore, por unë nuk do t'jem më pjesë e këtyre diskutimeve. Kryesus, po gjithsesi se tash apo fisë vonë në një person. Jo për Po flasë edhe sepse jam edhe gru, kështu që kam arsye me besu që mundet me konë edhe një luftë barazin gjinore që atë shumë e keni kërku. Për shkak vlera, po jo për shkak. Faleminderit shumë. Korumin gjatë fazës tranzitore deri në përbomin e re të Këshillit është 5+1 gjysma ose 6+1 në këtë rast sepse janë 11 anëtarë, si më shpejt. Është mendimi yt. Ndërsa korumit që i referohet zëvendës kryesusja, i referohet përbomjes së re të Këshillit, që fillon së zbaturi nga 1 janari, sepse kolegët që kemi këtu kanë edhe 17 ditë pune afat në këtë Këshill, për informacion të opinionit publik, nuk kanë më tepër. Ka të tjerë, si unë Miloti, profesori, të tjerë nuk shoh këtu, që do të kenë afat edhe më tepër, pastaj përfaqësuesi i shoqërisë civile. Prandaj janë 2 korume. Korumi aktualisht, sepse thot gjatë fazës tranzitore, lexohem me vëmendje mos e gënjë opinionin publik. Janë 2 lloj korume, korumi që është tani dhe korumi që do të fillojë zbaturin nga janari. Të Këshillit që të përmbahen nga gjuha fyse e urrëties, ofenduese, se nuk e informuar drejt opinionin publik. Ndaj një antareje, femër, edhe një herë po ritheksojnë ndaj një gruaje që është duke diskutuar në Këshillin prokuror, sepse pastaj sigurisht se ju i dini më mirë se unë, se jeni prokuror, në aspektin e barazisë gjinore po flas, ju lutem të keni shumë kujdes. Ai më herët profesori nderuar tha po lexoj, po nuk po lexoj, nuk po flas. Sepse kam kalu një shkollë deri kur kam të rri këto. Kështu që kujdes me terminologjitë e përdorura në raport me një grua antare të Këshillit prokuror. Unë profesor. Kjo çështja e barazisë gjinore është çështje që trajtohet me akte ndërkombëtare, madje është një çështje më e diskutueshme megjithatë. Unë nuk e shoh zëvendësën në cilësinë e gjinisë, por e shoh në cilësinë e vlerave që përfaqëson. Kryesus, unë me që propozimi im nuk u përfillun, po pres në hall që të vi të çështje disiplinore. Në hall kërkoj që të më njoftoni të çështje disiplinore do të vi, do të jem këtu, në mënyrë që të respektoj ligjshmërinë. Të luftohemi me kohë. Konstatohet. Do vazhdojmë me zotin Çare, pa zotin Çare, dua ta di, nderuari kryesus. Kjo është imponuesa ti Arjan që është kjo. Faleminderit shumë. Kjo edhe deklaru. Më që konstatohet mi që ka shumë bledhen edhe prokurori Arjan Bashi, kështu që konstatohet se prezent jemi 6 anëtarë, do vazhdojmë me agjendën